Ju përshëndes dhe juftoj në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokanstra, kundër të tjera, sot do të ndiqni. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro prezantoi projekt buxhetin e arsimit për vitin 2026 më të lartin ndonjëherë. Ai parashikohet të arrijë 64.8 miliard lek me një rritje prej 4.6% krahasuar me 2025-ën. Buxheti synon në rritjen e pagave, përmirësimin e infrastrukturës dhe forcimin e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor. Ndërkohë që në arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, fondet arrijnë 185 milion euro për mbështetje të studentëve, grante mësimdhënie dhe projekte kërkimore. Ambasadorja e Greqisë në Shqipëri, Konstantina Kamici, u shpall qytetare nderi i Edropullit. Titulli u dorëzua në një ceremoni në Bashkinë Dropull, ku ambasadorja u shpreh emocionuar dhe falenderoi komunitetin për bashkëpunimin dhe mikpritjen gjatë 3 viteve të saj në Shqipëri. Ajo deklaroi se largohet me përshtypje shumë të mira, ndërsa misioni i saj diplomatik përfundon muajin e ardhshëm me detyrën e re si ambasadore e Greqisë në Portugali. Përmeti po shndërrohet gjithnjë më shumë në një destinacion të suksesshëm të turizmit familjar. Gjithnjë më shumë familje përmetare po kthehen dhe po investojnë në sektorin e shërbimit dhe akomodimit, duke i dhënë qytetit një ofertë të re turistike dhe më cilësore. Shembulli i kësaj pritjeje është familja e Xenofon Klapit, i cili së bashku me djemtë e rikthyer nga emigracioni po kontribuon në zhvillimin e turizmit vendas përmes iniciativave të tyre familjare. Në Shalës Konispolit, familja Mehmeti është shembull i vetpunësimit të suksesshëm në bujqësi. Budrini dhe bashkëshortja e tij Murvete kanë ndërtuar prej vitesh jetën e tyre mbi kultivimin e agrumeve, duke ruajtur traditën bujqësore të zonës dhe siguruar të ardhurat të qëndrueshme për familjen. Për kushtimi i tyre tregon se bujqësia, kur punohet me pasion dhe përvojë, mbetet një mundësi reale zhvillimi për komunitetin. Ju njohim tani më gjërësisht. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro prezantoi projekt buxhetin e arsimit për vitin 2026, më të lartin ndonjëherë. Ai parashikohet të arrijë 64.8 miliard lek me një rritje prej 4.6% krahasuar me vitin 2025. Buxheti synon në rritjen e pagave, përmirësimin e infrastrukturës dhe forcimin e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor. Ndërkohë që në arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, fondet arrijnë 185 milion euro për mbështetje të studentëve, grante mësimdhënie dhe projekte kërkimore. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro prezantoi projekt buxhetin e arsimit për vitin 2026. Ky është buxheti më i lartë historik për arsimin në vend. Ai parashikohet të arrijë rreth 648 milion euro. Krahasuar me vitin 2025, buxheti rritet me 4.6%. Ministria tha se fondet synojnë rritjen e pagave, përmirësimin e infrastrukturës, uljen e pabarazive dhe forcimin e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor. Në total, me mbështetjen e aktorëve të tjerë, financimi i arsimit arrin në 90 miliard lek, ose mbi 10% të shpenzimeve publike. Projekt buxheti 2026 për arsimin konsolidon rritjen e pagave, uljen e pabarazive, përmirësimin e infrastrukturës dhe cilësisë arsimore, si dhe forcon rolin e arsimit lartë dhe të kërkimit shkencor në zhvillimin kombëtar të vendit. Buxheti për arsimin mbështetet gjithashtu dhe me investimet kapitale në fondin 54.5 milion euro, ku do të vijojë mbështetja për investimet në infrastrukturën e arsimit bazë, arsimit mesëm të lartë dhe arsimit të lartë publik. Mbështetja për infrastrukturën e kërkimit shkencor gjithashtu është një tjetër prioritet, si dhe pajisja e klasave, laboratorëve, me mjetet mësimore didaktike, me mjetet e pajisjet laboratore për lëndët me karakter shkencor dhe shkencat eksakte dhe natyrore, ose që quhen ndryshe me akronimin STEM, si dhe për vijimin e projektit të Smart Labeve në të gjitha shkollat. Programi planifikim, menaxhim dhe administrim në vlerën 11.5 milion euro, programi arsimit bazë në vlerën 370 milion euro dhe zë 57% të buxhetit total të Ministrisë së Arsimit,
Programi i arsimit i mesëm i lartë në vlerë 122 milion euro dhe zë 18.8% të buxhetit total të Ministrisë së Arsimit. Programet arsimi i lartë dhe kërkimi shkencor në vlerën totale 146 milion euro dhe zë 24.1% të buxhetit total të Ministrisë së Arsimit. Por theksoj që këtu ka arsimi i lartë, kjo shifër nuk përfshin të ardhurat që sigurojnë vetë institucionet e arsimit lartë publike nga tarifat e studimit dhe shërbimet që ato ofrojnë. Në vitin 2026, me këtë zë të buxhetit mbështeten 30.883 punonjës arsimor dhe administrativ me shumën 425 milion euro. Financimi për programet passhkollore parashikohet të arrijë në shumën totale rreth 10 milion euro për vitin 2026, 3.8 milion euro në programin për te pas mësimit, 1.2 milion euro për programin Ardhë dhe Zej që financohen nga Ministria e Arsimit, por kemi këtu dhe rreth 5 milion euro që mbështeten për ekipet sportive në të gjitha shkollat përmes Ministrisë përgjegjëse për sportin, konkretisht e turizmit, kulturës dhe sport. Financohen me këtë buxhet dhe projekte për blerje, pajisje laboratoresh për degët fizik, kimi, biologji me një vlerë rreth 140 milion lek ose 1.4 milion euro, sepse njëri zë financon ndërtesat e reja shkollore, me këtë zërin tjetër pajisim shkollat me mobilim dhe gjithë infrastrukturën mësimore. Dhe bëhet fjalë për rreth 100 klasa apo laborator mësimor. Financohen gjithashtu pajisjet e mobilerisë për shkollat e reja, për të 42 shkollat e ndërtuara të rehabilituara, apo të tjera me nevoja të veçanta që përfundojnë në vitin 2026 me rreth 1.6 milion euro. Në fondin e investimeve për përmirësimin e infrastrukturës së universiteteve publike dhe kërkimin shkencor janë parashikuar 18.3 milion euro, ku 12.3 milion euro janë kontribut nga financimi brendshëm dhe 6 milion janë financimet huaja. Ky projekt buxhet historik synon të përmirësojë cilësinë e arsimit në të gjitha nivelet dhe ta bëjë sektorin një shtyllë të zhvillimit kombëtar. Në arsimin para universitar, 425 milion euro do të shkojnë për paga dhe 37 milion euro për shpenzime korrente. Këto përfshin transportin e nxënësve, bursat, tekstet falas, trajnimin e mësuesve dhe programet passhkollore. Nga viti 2026, mësuesit do të përfitojnë 36.000 lek më shumë në vit. Do të vazhdojnë edhe investimet në 42 kantiere shkollash, mobilim, laborator dhe pajisje Smart Lab. Sa i përket arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor, buxheti për 2026 arrin në 185 milion euro. Fondet do të përdoren për grandet e mësimdhënies, mbështetjen e studentëve, kërkimin shkencor dhe ndërkombëtarizimin e universiteteve. Për infrastrukturën dhe laboratorët e universiteteve publike janë parashikuar 18.3 milion euro. Ambasadorja e Greqisë në Shqipëri, Konstantina Kamici, u shpall qytetare deri e Dropullit. Titulli u dorëzua në një ceremoni në Bashkinë Dropull, ku ambasadorja u shpreh emocionuar dhe falenderoi komunitetin për bashkëpunimin dhe mikpritjen gjatë 3 viteve të saj në Shqipëri. Ajo deklaroi se largohet me përshtypje shumë të mira, ndërsa misioni i saj diplomatik përfundon në muajin e ardhshëm me detyrën e re si ambasadore e Greqisë në Portugali. Në mbledhjen e radhës të muajit shtator, Këshilli i Bashkisë votoi në unanimitet që ambasadorja e Greqisë në vendin tonë të shpallet qytetare nderi e Dropullit dhe Pogonit, pas propozimit të kryetarit zotit Dimitrak Toli. Ceremonia e akordimit të titullit u zhvillua në ambientet e Bashkisë me pjesëmarrjen e disa anëtarëve të Këshillit drejtuesve vendor. Ceremoniali filloi me mikpritjen tradicionale dropullite. Ndjem për detyrë që t'i bënim këtë nder ambasadores Greqisë në Shqipëri, sepse ajo zonjë është sjellë shumë mirë me bashkinë tonë, na ka ndihmuar në shumë probleme që duheshe t'i zgjidhnim, ka qenë gjithmonë në pranë nesh, si në mënyrë drejt për drejt, po ashtu edhe nga larg. Gjatë përshëndetjes së tij, kryetari Dimitrak Toli falenderoi zonjën ambasadore për kontributin e saj në zgjidhjen e disa problemeve imediate me të cilat u përballën banorët e Dropullit dhe Pogonit. Ndërsa zonja ambasadore përshëndeti emocionuar, pasi e ka ndjerë respektin dhe dashurinë e njerëzve të thjeshtë në Dropull dhe Pogon. Θέλω να μιλήσω από καρδιάς. Sot dua të flas me fjalë zemre, pa letër të shkruar. Gjatë qëndrimit 3 vjeçar në Shqipëri, Dropull ishte bashkia që kam vizituar më shpesh. Jam munduar të jem pranë banorëve dhe besoj se kam kontribuar në zgjidhjen e disa problemeve.
pasi kam pasur një bashkëpunim të frytshëm me drejtuesit vendor. Misioni im filloi me vizitën e kryeministrit grek, zotit Kyriakos Mitsotakis në zonën e minoritetit etnik grek dhe përfundoi me atë të zëvendës ministrit i jashtëm, zotit Haris Theoharis në Sopik të Pogonit malor. Tashmë jam njëra prej jush dhe largohem me përshtypjet më të mira. Kam shumë konsiderata për gjithë popullin shqiptar, pasi vlerësoj shumë vullnetin që e karakterizon. Misioni diplomatik i zonjës Kamici në vendin tonë përfundon në fund të muajit të ardhshëm, ndërsa stacioni i radhës është ambasadore fuqiplotë e Republikës së Greqisë në Portugali. Në ditën botërore të diabetit, mjekët apelojnë për kontrole të rregullta. Sipas ISHP, në vend janë 111.000 persona me diabet dhe çdo vit zbulojnë 6.000 raste të reja, ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë në buxhetin e 2026 do të mbështesë depistimin falas dhe shpërndarjen e fishave të glukozës për grupet në nevojë. Në ditën botërore të diabetit, mjekët apelojnë për kryerjen e kontrolleve të rregullta shëndetësore, pasi zbulimi i hershëm mbetet arma më e fortë për parandalimin e komplikacioneve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale njofton se në buxhetin e vitit 2026 parashikohet mbështetje zgjeruar për depistimin falas në programin e kontrollit bazë, si dhe ofrimi pa pagesë i fishave të matjes së glukozës për grupet në nevojë. Po ashtu po punohet edhe për përmirësimin e listës së banave të rimbursueshme. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, aktualisht në vend janë të regjistruar rreth 111.000 persona me diabet, ndërsa çdo vit diagnostikohen mesatarisht 6.000 raste të reja. Qeveria shqiptare është e angazhuar në drejtim të forcimit të zbulimit të hershëm nëpërmjet programit të check-upit krye dhe analiza e glicemisë ESOL për të zbuluar sa më herët rastet me diabet. Gjithashtu është e angazhuar në ofrimin falas të fishave për matjen e glicemisë për grupmoshat të caktuara, për grupmoshat mbi 65 vjeç dhe për personat me aftësi të kufizuara. Gjithashtu ka angazhimin për të vijuar dhe trajtimin falas të gjithë pacientëve që diagnostikohen me diabet dhe ndjekin në sistemin e referimit. Ndërsa jemi në prag të sezonit të virozave, specialistët theksojnë se personat me diabet duhet jenë të kujdesshëm dhe me vaksinimet. Duke që se jemi në periudhën e dimrit, është shumë e rëndësishme dhe pjesa e vaksinimit të personat me diabet, dhe jo vetëm për gripin, por edhe për Covidin dhe për gjithë të sëmurët kronik, por që dihet që personat me diabet janë më të predispozuar për të pasur komplikacione mbas situatave të gripit. Është shumë rëndësishme ndjekja e një stili të shëndetshëm jetese, duke filluar që nga ushqyerja, aktiviteti fizik, shmangja e duhanit, një dietë e pasur me fruta dhe perime, por gjithashtu dhe për të smurë diabetik është shumë rëndësishme që duhet të kryen kontrolle periodike tek mjeku i familjes, tek mjeku specialist në mënyrë që të shmangin dhe komplikacionet. Apeli bluzave të bardha mbetet i qartë. Kontrollet e rregullta, stili i shëndetshëm i jetesës dhe vaksinimi janë elementët kryesorë për të mbrojtur shëndetin e personave me diabet. Mes nxënësve fitues të Olimpiadave kombëtare të zhvilluar vitin e kaluar mësimor, renditet dhe reja gjirokastrite Livia Qirushi. Nxënësja e gjimnazit Siri Shapullo arriti të marrë çmimin e tretë në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Një nga vendet e treta të Olimpiadave kombëtare për vitin 2024-2025 vjen në Gjirokastër. Është nxënësja e gjimnazit Siri Shapullo, Livia Qirushi, që këtë çmim arriti ta marrë në Olimpiadën e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Livia nuk është vetëm një nxënëse ekselente, por edhe një vajzë që dashuron artin dhe muzikën. Sillni një çmim në Gjirokastër, si ndiheni për këtë? Të them të vërtetën, kur fitova çmimin e tretë isha jashtëzakonisht emocionuar. Nuk është se jam e pasigurt në pjesën të shkruarit, që nuk besoj se mund të shkruaj mirë, megjithatë ishte pak e papritur gjithsesi sepse është çmim. Jam krenare që arrita të përfaqësoj qytetin e Gjirokastrës, po edhe shkollën Siri Shapullo gjithashtu. Sa arritët të merrnit nga pikët e mundshme? Ishin rreth 73% të pikëve nga 100. Do të vazhdoni të jeni pjesëmarrëse në të tilla konkurrime, të themi, në vazhdim?
Këtë vit do të bëhet përsëri një olimpiadë letërsie dhe unë do të marr pjesë, kështu që po. Në olimpiadat e tjera të lëndëve të tjera? Në lëndët e tjera, nuk them që nuk mësoj, unë jam e mirë besoj në të gjitha lëndët. Po megjithatë unë ndihem më sigurt të letërsi, mendoj se është lënda ime. Letërsia është pasioni yt që do mund ta vazhdoni duke vazhduar një shkollë të lartë të tillë apo keni plane të tjera? Për pjesën e të ardhmes nuk jam shumë e sigurt. Unë do vëroj më shumë pjesën e arteve dhe letërsia është një prej tyre. Librin do vazhdoj gjithmonë ta mbaj për krah, si shokun tim. Por mua më pëlqen gjithashtu edhe piktura, më pëlqen të pikturoj, dhe gjithashtu i bie edhe instrumenti të pianos. Pikturën e keni filluar ndonjë kurs pikture rreth apo ishte thjesht ajo dëshira, pasioni yt, talenti yt? Unë në fakt e kam patur shumë dëshirë pikturën. Është pasioni im, e kam mësuar në mënyrë autodidakte kryesisht. Kështu vazhdon apo? Kështu vazhdoj akoma. Pam dhe në korridorët e shkollës piktura të bukura, punime të bukura nga ju, që ju ja keni bërë dhuratë shkollës, Po. Në fakt ato ishin fantastike dhe nuk duken të një vajze që ka punuar vetë. Për pikturën e parë që soa në shkollë, pata një ndihmë të vogël nga profesori im që kam patur në shkollën Koto Hoxhi. Por pikturën e kam mësuar më shumë në vetë, siç thash në mënyrë autodidakte. Ai më dha ndihmën e parë sepse pikturën me bojra nuk e kisha praktikuar dhe ai shumë. Unë lëvroj më shumë pjesën e lapsit, vizatime monokrome, megjithatë edhe në pikturë tani mora shtys nga shkolla që të vazhdoj akoma ta praktikoj. Nga pjesë e muzikës? Pianon kam vite që praktikoj, shkoj në një kurs privat. E kënaqur me ato çfarë ke arritur deri tani? Personalisht jam shumë e kënaqur, por gjithmonë kuptohet që do punosh për më shumë. Dhe ardhmja tek pjesa e arteve mbetet, ë? Apo kryesisht aty, po që të shikoj asnjëherë nuk i dihet. ky është rezultati i punës së palodhur të Livjas, por dhe i mbështetjes së mësuesve që nxisin çdo ditë nxënësit drejt ekselencës. Si mësuesja e gjuhës dhe letërsisë së Livjas, ndjeva një krenari dhe kënaqësi të veçantë që u prezantuam gati gjithë qarkun e Gjirokastërës me një fitues në vendin e tretë në lëndën gjuhë dhe letërsi. Një falënderim i veçantë. Atë ditë u ndjeva krenare. Mora pak nga shkëlqimi i Livjas si mësuesja e saj, por meritat më të mëdha i takojnë vajzës për punën e vazhdueshme, leximin dhe pasionin që ajo ka, të më thënë, për sa i përket veprave artistike. Livja është vajzë artiste në shpirt, një vajzë e cila talentin e saj nuk e shfaq vetëm në shkrim, por e shfaq edhe në fusha të tjera, në muzikë dhe në pikturë, ashtu siç dhe ju pat dhuratat që ajo i ka bërë shkollës në pikturë, por dua të falenderoj në të njëjtën kohë prindrit e saj për mbështetjen që i japin në mënyrën se si e kanë ndjekur vajzën në gjithë talentet e tyre, dhe sigurisht një falënderim i veçantë pastaj dua të jetë edhe për mësuesit e gjimnazit Siri Shapllë për punën e vazhdueshme që ne bëjmë si institucion për të ndihmuar nxënësit ekselent dhe për të paraqitur sa më mirë në këto olimpiade. Me këtë çmim, Livja u bë pjesë e 97 fituesve të olimpiadave kombëtare të zhvilluara vitin e kaluar shkollor, kur ajo nisi studimet e mesme. Përmeti po shndëroi gjithnjë më shumë në një destinacion të suksesshëm të turizmit familjar. Gjithnjë më tepër familje përmetare po kthehen dhe po investojnë në sektorin e shërbimit dhe akomodimit, duke i dhënë qytetit një ofertë të re turistike dhe më cilësore. Shembull i kësaj prirje është familja e Xenofon Klapit, i cili së bashku me djemtë e rikthyer nga emigracioni po kontribon në zhvillimin e turizmit vendas përmes iniciativave të tyre familjare. Gjithnjë më shumë familjet përmetare po zgjedhin të investojnë në sektorin e turizmit, duke kthyer këtë sektor në një mundësi reale zhvillimi për zonën. Familja Klapi në Përmet është një nga shembujt më domethënës, ku bashkëpunimi mes prindërve dhe dy djemve të rikthyer nga emigracioni, po sjellin standarde të reja në shërbim dhe akomodim. Jam një mësues pensionist. Së bashku me gruan, edhe ajo pensioniste, vendosëm që të hapim këtë biznes së bashku me fëmijët tanë që i kishim në emigrim në Itali. Fëmijët e mi në emigrim punuan rreth
15 vjetë, të dy së bashku, bashkë dhe me ato kursimet tona, neve vendosëm së bashku që të hapnim këtë biznes. Është një kënaqësi e zakonshme të punosh së bashku me fëmijët e tu dhe së bashku me familjen, duke i shërbyer njëri tjetrit dhe duke arritur që të kemi rezultate në përgjithësi pozitive në punën tonë. Kënaqësia më e jashtëzakonshme është kjo që kemi bërë unë dhe familja ime, që i kthyem fëmijët dhe i mblodhëm së bashku, duke folur së bashku, duke diskutuar së bashku dhe them që edhe djemtë e tjerë të Parmetit apo të gjithë vendit të kthehen dhe të merren me punët vetëm në vendin e tyre, sepse vetëm atë dheu ynë është ai që na siguron të mirat materiale. Këtu më shumë kanë ardhur të huaj, duke filluar që nga Amerika, që nga Emiratet e Bashkuara, nga Kanadaja, na kanë shumë që na kanë frekuentuar izraelitët. Domethënë që i kemi gati të përditshëm. Ndërkaq, zonja Suzana vijon të ruaj traditën e gatimeve tradicionale. Byrekët në lloje dhe soje, domethënë dhe me gjizë, dhe me lakra, dhe me çfarë do lloj, dhe me mish u kanë bërë. Ndërsa për sa u përket gjërave të tjera, të gjitha këto unë i kam bërë me duart e mia. Domethënë që nga domate turqi i kam marrë, i kam të baçës time këto, kam bërë dhe një baç park të vogël aty. Likot i kam bërë vetë, domatet, kush vjen këtu, zëre se ka shpinë e tia ajonat, apo ato net që rinë këtu, e kanë shpinë e tyre. Ka pasur raste që kanë pasur dhe klientë të veçantë, që kanë pas fëmijët me specifika të ndryshme, të ardhur që nga Kosova, Durrësi apo Tirana, dhe i kam lejuar që të bëjnë ato gjëra që duan ata. Unë bëj gatime tradicionale të familjes. Për sa i përket ruajtjes së traditës, unë po u jap dhe djemvet. Sidomos njëri që më ndihmon dhe këtu në kuzhinë, edhe ai tjetri, të dy bashkë punojmë për, domethënë, më shikojnë mua dhe ata e thonë, më pyesin, më thotë, si u bë kjo, si u bë kjo, i them pastaj herën tjetër, hajde bëje ti këtë. Pa ta shikoj unë se si e bën ti, se ky i vogli më ka mbaruar dhe shkollën e kuzhinës në Tiranë dhe domethënë i jepet. Me angazhimet e gjithë familjes dhe investimet e bëra në këtë biznes, Klapi po krijon një model të qëndrueshëm të turizmit familjar nëpërmet. Një histori që tregon se rikthimi, puna e përbashkët dhe mikpritja tradicionale mund të prodhojnë vlera reale për vizitorët vendas dhe të huaj. Në shalës të Konispolit, familja Mehmeti është shembull i vetpunësimit të suksesshëm në bujqësi. Budrini dhe bashkëshortja e tij Murvete kanë ndërtuar prej vitesh jetën e tyre mbi kultivimin e agrumeve, duke ruajtur traditën bujqësore të zonës dhe siguruar të ardhurat të qëndrueshme për familjen. Për kushtimi i tyre tregon se bujqësia, kur punohet me pasion dhe përvojë, mbetet një mundësi reale zhvillimi për komunitetin. Familja Mehmeti nga shalësi i Konispolit prej 15 vitesh merret me kultivimin e agrumeve. Pas kthimit në emigracioni, ata vendosën t'i përkushtojnë plotësisht bujqësisë, duke parë mundësitë dhe fitimin që kjo kulturë ofron në zonë. Bodrini 62 vjeç dhe bashkëshortja e tij Murvetja 59 vjeçe e kanë kthyer punën me tokën në mënyrën e tyre të jetesës. Çdo ditë pa kursyer kohë dhe mund, ata kujdesen për parcelat e agrumeve që janë burimi kryesor i të ardhurave për familjen. Mandarina kam 15 vjet të parat. Kemi portokalle, kemi dy lloj portokallesh, kemi mandarina poshtë, kemi ullishte, gati të gjitha jemi shumë të kënaqur. Se shikuam fitimin bollën, fshatarët nga Konispoli ata merreshin që në Greqi me mandarinën, pam ata, pam tutje në Greqi, filluam ne këtu. U kthyet dhe investua direkt në pjesën e agrumeve? Po. Kemi punuar në Greqi, mbas në Greqis, erdhëm këtu, mbollëm këto mandarina këtu, kemi bjell plot, kemi rreth 3.500 të gjitha. Kemi investuar ish djali në mes që punon, ka ikur që vete i shqon të emborët poshtë e këta tregtarët, më falë. 15-16 vjetë kemi. Që bledhime, që punojme, kemi gatë gjitha llojet. Është e vështirë pjesa e bujqësisë? Jo, ne kemi me dëshirë, si çfarë e vështirë, kemi me dëshirë që e bim.
Është e bukur? Shumë e bukur, shumë e mira, me prodhime të mira, me gjithat mirat. Sipas tyre, prodhimi i këtij viti është i kënaqshëm. Megjithatë, puna për kultivimin dhe mirëmbajtjen e pemëve është intensive dhe kërkon angazhim të vazhdueshëm gjatë gjithë vitit. Menjëherë pas vjeljes, familja Mehmeti drejtohet pikave të grumbullimit për të tregtuar prodhimin e tyre. Kjo mundëson që agrumet të futen shpejt në treg dhe të sigurojnë të ardhurat e nevojshme për sezonin. Si është prodhimi si vjet? Shumë e mirë. Shumë e mirë mua. Shumë e mirë, edhe ndonjëri ka bërë shumë gabim që ka thënë ndonjë laf. Ja ku është, jo temi, jo kjo tona, po ku do që të veni edhe të shikoni mandarina shumë e pastër, shumë e mira dhe punojnë me shumë rregulla. Të gjithë fshatarët, që nga Konispoli, që kanë më teknologji, se kanë punuar më shumë në Greqi, neve të gjithë me radhë. Për kujdes e duan që në fillim këto, ja me mbaron kjo, fillon spërkatja, me krasitje. Tani është koha e vjeljes. Po. Vjen herët në mëngjes? Qojmë, në orën 7 vim, në 7 e gjisëm, në këtë orë vim në fush. Vim të në mëngjes. Dhe në qa ore punoni? Dhe në orën 10, si keme në 1 ikim, kur kemi punë më shumë në 3. Si ka qenë prodhimi si vjetë? Shumë i mirë, ja, si që shikon. Prodhim i shkëlqirë, pa i pastër. I blini dhe më pas ku i qoni? I qojmë marrin tregtarët në përpika. Përveç mbështetjes së familjes, aktiviteti i tyre ndikon edhe në punësimin e shumë punëtorëve sezonal. Gjatë periudhës së vjeljes në parcelat e kësaj familjeje, punësohet një numër i konsiderueshëm punëtorësh, duke kontribuar në ekonominë lokale. Po, erdhi pak i varfër tani, ka filluar përsëri, janë këta të lushnjë si janë shumë të nderuar, të respektuar, të gjithë tregtarët. Punëtor keni marrë apo i bërë? Po. Sa punëtor? Po ja, sot janë 9 punëtor. Dje kishte djali 11. Si që vete puna? Nga zona apo nga qytetet e tjera? Nga zona, vine nga qytetet e tjera, po ne kemi nga zona. Kam motrën, kam këta bashkëtarë kam. Mendoni t'i zgjeroni si përfaqet me agrume? Po. Se neve kemi edhe blet shumë, edhe merremi me blet, ne merremi me agrun. Unë jam këtu gjithmonë bashkë me djalin tim. Jo punëtorët i kemi sezonal. 5-6 punëtor i kemi për gjithmonë sa baron kjo fushat. Historia e familjes Mehmeti tregon se përkushtimi ndaj tokës dhe puna e palodhur vazhdojnë ta mbajnë bujqësinë gjallë, me prodhim të mirë, ndikim në ekonominë lokale dhe një traditë që po i reziston kohës. Kjo familje mbetet shembull i qartë i forcës së fermerëve të zonës. Përfunduam këtu, të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTSH Gjirokastra. Ndajemi bashkë në Ruta Kofshë.